Dhjetra banorë të njësisë administrative Cakra në mblodhën paraditën e sotme në një protestë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për zhvendosjen e disa shërbimeve drejt njësisë së Levanit. Të revoltuar qytetarët shprehen se ky vendim rëndon jetën e përditshme, sidomos për të moshuarit, të cilët e kanë të pamundur të udhëtojnë rreth 27 kilometra për të marrë shërbimet bazë. Sipas tyre, një pjesë e madhe nuk kanë as mundësi dhe as njohuri për të përdorur shërbimet online. Këta ka përballuar luftra me Axhi Qamilin e Makedoniu, me italianët e Makedoni. Kështu që nuk kjo është e papranueshme dhe ne nuk do ta lejojmë, thash, për epshet personale të dikujt që do ta shkrit Cakrani, nuk ka shanse ta shkrit Cakrani. Sepse mundet në një moment dhe mund ta shkrish, sepse ke pushtetin, ke forcën e kartonit. Po problemi qëndron që sa do ta mbash gjatë këtë pushtim dhe këtë poshtërsi që po i bën. Nuk ka poshtërsi më të madhe, i kanë larguar të gjithë shërbimet, i kanë larguar të gjithë rinin, gjithë banorët dhe tashmë i thonë ju do shkoni në Levan për të marrë një dokument të njësisë administrative. Po ku do ta gjejë ai pensionisti i Albanian? Ai pensionisti ku do ta gjejë ai fuqinë e tij për të shkuar në Levan? Kur ai këtu ka 100 e sa vite, ka varret e të parëve, ka çdo gjë dinjitetin këtu. Dhe ai tani duhet të shkojë në Levan, çfarë është Levani fundit? Para Cakranit. Çfarë është Levani? Pse këta nuk i sollën në Cakran, Levani në Cakran, po çojnë Cakrani në Levan? Se kjo është pyetja që bëhet. Ja mësoni mua ju. Dhe pastaj thoni ju që mos bëhet. Jo, kjo është politike. Dhe unë nuk mund të them tani s'është politike, sepse çdo vendimarrje është politike. Padyshim që ka njerëz këtu që nuk vinë se kanë dhe frikë, kuptohet, ë? Sepse i kanë kapur rob, i kanë mbajnë peng me 500.000 lekë që japin, aty për të ngrënë bukë, ai që janë 500.000 lekë që japin, aty te komuna, dhe ca të tjerë që punsojnë aty për 500.000 lekë. Edhe kaq, sa mbajnë frymën dhe nuk vinë, nuk i lejojnë. Banorët theksojnë se Cakrani është një zonë me histori dhe identitet të fortë, e përbërë nga 13 fshatra dhe rreth 17.000 banor. Ata e konsiderojnë të pajustifikuar bashkimin e shërbimeve me Levanin, duke kërkuar rishikimin e menjëhershëm të vendimit. Është e papranueshme që një komunitet kaq i madh të mbetet pa shërbime pranë. Kjo është një goditje direkte për banorët, sidomos për më të pambrojturit, u shprehën protestuesit. Arsyeja e protestës sotme ne jemi informuar nga media dhe nga personat të tjerë që qeveria ka marrë një vendim se nuk kemi dëgjuar vetë qeverinë, ka marrë një vendim që të bëjë zvoglimin e njësisë vendore dhe sidomos transferimin e gjendjeve civile në të gjithë qarkun e Fierit dhe nga nuk e di se ishte numri i gjendjeve civile të reduktohet të shkojnë në 4-5 njësi, ose gjendje civile në 4-5. Kështu që Cakran e kanë çuar me Levanin. Dhe neve historikisht qëndrojmë 1 milion herë larg nga Levani në të gjitha drejtimet. Ne Cakranjotët jemi autokton sot e 200 vjet para dhe nuk kemi heterogjen. E para kemi një histori që nga Gurzeza, që jemi autokton 2000 ca vjet para. Përshëndaj Cakrani sot përbëhet për 17.000 banorësh me certifikate, bëhet nga 13 fshatra me vull. Dhe i ka të gjitha kriteret e një bashkie dhe është fatkeqësi e madhe që këta 17.000 banorë transferohen dhe shkojnë në Levan për një certifikat. Ku në Levan do të jenë 2 punues gjendje civile. Le të rrinë njëri në Cakra, le të rrinë njëri në Levan. Po që se qeveria nuk ka lekë për të punësuar, të rrinë njëri në Cakra. Le të shërbejnë Cakranjotët, jo të shkojnë Cakranjotët në Levan. Këtu shiko. Cakrani historikisht që në kohën e antikitetit është qytet. Është qyteza, Gurzeza, që është 2400 vjeçare, e rrethuar lart. Në kodër 23 hektar, qytet. Dhe sot, Cakrani të shkojnë në Levan është tur për neve, për si zonë. Jo për, po që të linë si fëmijët tanë, edhe të marrin qytetarin e Levanit, gjendja civile, i ku ish komuna kjo, si quhet njësi administrative. Avash do iki spitalit, ikin e shkollat, pasaj qa i bje të neve, ngelemi ne si fshatrat e humur të përmetrit e tepelenës lartë. Pazait Aslan Lanaj, i lindu në Cakran, dhe këta sot duhet në heqin që këtu, se është drejt. Nuk ka mundësi Cakranjot të venë në Levan, apo të venë në Fier. Është 20.000 banorë. Këtu bet një deputet, këtu zvi një deputet. Është turp për ata, jo për ne. Për ne është turp që ju japin votët. Dhe turp të kenë ata. Vend 27 dhe 30 kilometra po të marrë Selishtin, Gojshovën, të marrë vende 27 dhe 30, në Kalje poshtë.
Dhe këtu e janë fshatat të rreth e vërdall dhe është një zonë banor, 25.000 banor neve këtu. Kaniku ka mbetur tash rreth 18 deri 20.000 banor. Tu është për të bërë bashki. Ne shikojnë të na bien, të na i bën bashki, ata do na heqin një civile ne. Unë jam 84 vjeç. Dhe të bëhet kjo sot pseudo qefi dikujt për të zvogëluar njësit si që janë për zonat të ndryshme, se e kanë më lehtë ata zotrinjët, se sa më pak të ketë, aq më të majmë ben ata zotrinjë që kërkojnë të bëjnë këta. Banorët paralajmërojnë se do të vjojnë reagimet e tyre nëse institucionet nuk marrin masa për të adresuar këtë problem.